Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte. Ndodhemi në odën e them Ramadan Ajetit, në sfeqet të Podjevës. Krejt këto që ndodhen më vonë, pe kërkesave të demonstruesve të 68-ës, neve na mundësuan disa teme. Na dojmë vetëvendosje, na dojmë universitetin, na dojmë flamurin, na dojmë Republikën Kuadër të Jugosllavisë. Kur mu ka ofrue, kam ka thonë se piku ndërshtë në Palestina, për diçka, por ka thuet diçka, edhe më ka lo, shput më ka lo. Por si më ka lo, i këmë rëndone. Mas 3 dite, për dhe e këmë rëndone, të stacioni i trenit, që aty ku më ka lo, shtutin e pregadita këtu, në shtu shpia, e mëra në veti edhe e gjeta aty, mu ma mërë menja që e myta se janisi me shku muë. Unë e blaguet këtë pjesën e epërve, krejt këtu, që e në në lapë. Katalizator, kryesor, u konë Osman Ajetin Bushi. Mirë po të anaj na aktivitetin se kemë anon asëherë. Propagandë, shpërndarje, trakteve, shprurjet të rëllave të përbure. Për këto dhe shumë të tjera, këtë të shtu në ora 21 në Koavision, në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, pjesa e parë.